Andaj Muhamedi s.a.s. kur kategorizon njerëzit që kanë me qenë në hijen e Allahut azza wa jall, përmend edhe një njeri i cili ka dhënë sadaka me dorën e tij të djathtë se ka pas e majta. Atë fshet që e ka dhënë, saqë dhe dora e tij tjetër se ka pa. E të mos flasmi që me pa dikush nga njerëzit të kollat. E pyetën Imam Ahmedin për Abdullah ibn Mubarekun dhe i thanë, pse po dim shumë pak për ibadetet e këtij njeriu? Edhe pse për atë, kur ta krahasojsh ibadetin e tij dhe punët e tij me tonat na s'dalim askund. Tha Imam Ahmedi, shkaku dhe arsyeja pse dim shumë pak për Abdullah ibn Mubarekun është se ky njeri skajshmërisht i ka fsheh punët e mira që kanë qenë mes tij dhe Allahut azza wa jall. I kam fsheh dhe s'kan mujt njerëzit me apa. Ali ibn Husaini radhiyallahu anhu wa rahima. Aliu i biri Huseinit, i biri Aliut radhiyallahu anhu. Nipi Aliut radhiyallahu anhu kur ndroi jetë, gjithu mërzitën, gjithë qajtën, se Allahu azza wa jall, si që përmendin djetartë, njerëzve që kanë tradit me dhonë sadakat të fshetë, Allahu në ftyrën atyre njerëzve mbjell një dashuri që gjithë njerëzit atë e dua. Edhe nuk din ndoshta me shpjegu pse i duan, se nuk va din sekretin. Por Zoti atyre njerëzve jep kabull te njerëzit. Kur ndroi jetë, u mërzitën që të gjithë besimtarët. Dhe ai që e lajti xhenazën e Ali ibn Huseinit pa në supet e Aliut që kishte vija të zeza, e kishte katran, shpatnat i kishte katran të zeza. Dhe gjithë e dini se ky njeri s'ka punu punë fizike, s'o shmar me punë të randa të tilla, kurse supet i kishte katran. Dhe e lajtën xhenazën dhe përgatitën, ama gjithë mbetën të magjepsum, pse ki kështu mi pas supet katran? Pyetën për familja vet, nuk e dinin. Nuk e dinin familja vet pse ki supet i ka katran. Kalun disa ditë, fukarat fillun mua anku dhe me thonë, kina mbet pa ushqim, sepse deri para 2-3 ditëve çdo natë dikush para dere na linte ushqim, na nuk e dinim kush është. Dhe na është ndal, ako mundësi mi thonë ati që me vazhdu. U bo një jehon në qytet, se nuk po kanë ushqim disa fukara, ju ndal, a thu pse u ndal, u kuptua nga të gjithë, sa ai i cili në thellësi të natës kishte çu dhe kishte lënë ushqim në dyert e fukarave, kishte pasqen Ali ibn Husaini, dhe nga ngarkesa e madhe që i ka pas me ushqim, janë bo supet katër. Pasi që ndroi jetë, u kuptu një gjë e tillë. Wallahi ala ka kësi bura. Wallahi ala ka kësi besimtare. Jo ma larg dje isha në një varim. E djali rahmetlikës më thot, vallahi o hoxh, vallahi gjithë kohës ka qenë me shahadet, edhe e dha shpirtin me shahadet. Ka pas mundje shumë të rëndë, por momentet e fundit i ka pas aq të lehta që kur nanën se kom pa ma mirë se sa momentet e fundit. Dhe të vorët, duke e voros rahmetlikën, unë isha prezent. Erdhi një njeri mbi 50-at e më tha, hoxh, që kjo rahmetlika ka dalë në folke nga ana e djathtë. Tha që kjo rahmetlika unë e mbaj mend kur na ka pas dek baba dhe na mbetëm jetima. Që kjo rahmetlika na bike ushqim në shtëpia tona atë shumë unë ngarkoj kësa s'muj kemi i majt keset. S'muj kemi mbajt keset atë shumë që i mbush kemi ushqim nga dashuria për me na dalë susret neve jetimave. La ilaha illallah. Ndoshta sekret që as familja vetë se ka ditë. Mësojmë të bëjmë sadaka sekrete se vallahi dhe billahi, edhe nëse nuk dalin mejdan në këtë dunjo, vallahi Allah të zbar ftyrën në natën e varit. Vallahi Allah të zbar ftyrën në momentin më të rëndë dhe më të vështirë në jetën tënde. Vallahi Allah se kujton ka në qëtë para teje dhe të qëtë në selamet e të largon të lashën dhe sikletin ku e ke. E ti ishi bindur se tek Allahu azza wa jall këto njerëz janë të dalluar me të veçuar.